Erasmus Mundus është emri I projektit I cili është hartuar për studentët të cilët duan të kryejnë studime jashtë vendit. Ky projekt ka gjetur zbatim kryesisht në Fakultetin Ekonomik të Elbasanit dhe në të gjithë universitetin. Janë të shumtë ata studentë të cilët kanë aplikuar për të studiuar jashtë vendit dhe kanë fituar këtë të drejtë. Dekani I Fakultetit Ekonomik, Altini Drizi, u shpreh se gjatë prezantimit të projekteve në këtë fakultet, studentët kanë qenë shumë vigjilentë dhe kanë zgjedhur të aplikojnë për studime jashtë në degë të ndryshme. Sa I takon kritereve, Idrizi shprehu se fitues janë shpallur ata studentë të cilët kanë një mesatare të lartë. Universiteti I Elbasanit është pjesëmarrës partner në 2 projekte Erasmus Mundus, Euroweb Plus dhe Sambin. Janë 2 projekte Erasmus Mundus, siç e thash, sepse projekte Tempus tashmë kanë përfunduar dhe nuk aplikohet më. Dhe këto projekte Erasmus Mundus janë projekte të cilat bazohen në mobilitetet e studentëve dhe të stafeve akademike në universitetet partnere të Bashkimit Evropian. Projekti Euroweb Plus është vazhdimi I një projekti të mëparshëm Erasmus Mundus në të cilën universiteti jon ishte partner dhe nga I cili u realizua mobilitetet të rreth mbi 30 studentëve të Universitetit e Elbasanit dhe më konkretisht të Fakultetit Ekonomik Degës Informatike Ekonomike dhe të Fakultetit të Shkencave të Natyrës Dega Teknologji Informacioni. Këto studentë realizua mobilitete të 2 llojeve, pra ishin mobilitete në bachelor për 10 muaj dhe mobilitete në ciklin e 2 të studimeve që ishin master po për 10 muaj ose për një master të plot pra rreth 22 muaj. Shqipëria ishte në vendin e parë për sa I përket numrit të aplikantëve në këtë projekt. Natyrisht që jo të gjithë ato që aplikojnë do të shpallen fitues, por e rëndësishme është që ato aplikojnë dhe kërkojnë të studiojnë, të realizojnë mobilitete të tilla për një vit jashtë shtetit. Natyrisht që jo çdo kush mund të aplikojë, e thënë në këtë formë duket sikur ne I privojmë studentët nga e drejta për të aplikuar, por ne përgjithsisht kemi ndjekur një politikë të tillë ku kemi lejuar të aplikojnë ato studentë që janë realisht studentët më të mirë të degës përkatëse. Programi Erasmus Mundus I jep mundësi të gjithë studentëve të aplikojnë për studime jashtë vendit në degë të ndryshme. Aktualisht Shqipëria zë vendin e parë për nga aplikimet, dhe se ata që janë pranuar kanë qenë të shumtë.